إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Falëndrimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet na dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me shpjegimin e sirës, shpjegimin e njeriut më të mirë, më të zgjedhur, më të dashur dhe më të dalluar për gjitha krijesave që Allahu subhanahu wa ta'ala i krijoi. Në dersin e kaluar kemi folur për kohën kur është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e kemi vërejt sikurse gjendja e asaj kohe thoshte duhet të vjen një shpëtimtar, pra duhet të vjen një i dërguar i Zotit, për shkak gjendjes së mjerueshme që zotronte domthonë atku. Ndërsa sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do flasim për vendin e të cilin është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para se të flasim për vendin e të cilin është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih rahimahullah, thot Iblisi i mallkuar i ka nxorr 4 hingllime apo 4 britma. E para për tyre thot kur është mallku. E dyta kur është zbrit prej qiellit në tokë. E treta kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e katërta kur ka zbrit suratu Fatiha. Pra ka nxjerr hingllime dhe britma prej tmerrit. Prandaj ku është urtësia se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lind në Mekë? Dhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërguar në gadishullin e arabik? Pra kjo pyetje vëllezër të nderuar mundet mu dog shikim të parë si çuditshme apo e habitshme. Pra pse pejgamberi alayhis salam është dërguar në Mekë? Pse shpallja ka zbrit në Mekë? Pse ndodhia e historisë së këtij pejgamberi është nis prej Mekës? Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është dërguar për shembull në Persi, Iranin e sotshëm, ose në Rom, pra në Itali, ose diku gjetiju në Evropë, apo vendet e tjera të botës? Ose pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është dërguar në Palestinë, sikurse shumica e shpalljes që ka zbrit në Palestinë, tokën e Shamit, tokën e bekuar. Ose pse nuk ka ndodhur në Egjipt, sikurse është dërguar Musa alaihi salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, nuk ka asnjë ndodhi dhe ngjarje që ndërlidhet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të rastishme. Por gjithçka është e qëllimshme. Pse Allah Azza wa Jalla ka nxorr prej Mekës dhe pse shpalljen e ka zbrit Mekë dhe pse shpallja e fundit
ka ndodhur në Mekë. Pra nuk e me has në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka rastisht. Pra çdo gjë është bën me një llogari të mirë. Dhe çdo gjë është bërë e qëllimshme. Pra që këtu të jetë ky pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Pse vëllezër të nderuar kjo? Për arsye se ky pejgamber do jetë shembull dhe model. Dhe ky pejgamber nuk do jetë pejgamber për një popull dhe për një vend, po do jetë pejgamber për gjithë popullin dhe për gjithë njerëzimin. Dhe do jetë pejgamber i dërguar për njerëz dhe për gjinët. Prandaj është shëmbëltyr për gjithë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala deshi që ky pejgamber piknisja e tij të jetë nga Mekka, o vendi më i dashur i Allahut azza wa jall në tokë, dhe vendi më i nderuar i Allahut subhanahu wa taala në tokë. Prandaj vëllezër të nderuar, gjendja e Mekës në kohën kur u dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte vendi më i përshtatshëm për vendosjen e themeleve të kësaj thirrje islame dhe dërgimin e këtij pejgamberi dhe ardhen e vulës e pejgamberëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne do shohim se si në këtë vend, pra në Mekën e bekuar dhe në gadishullin arabik, se si mrena pak viteve të shkurta njerëzit do futen e islam grupe, dhe se si këta njerëzit të cilët nuk kanë qenë të zhvilluar dhe kanë qenë të prapambetur parorjes së islamit, se si kanë arrit për një kohë të shkurt me u reformu me islam dhe mu rregullu me islam, dhe pastaj me dal brezi dhe gjenerata me e mirë dhe me e zgjedhur dhe një me dal njerëzit më të mirë mas pejgamberve, pra sahabët shok të pejgamberit alayhis salam, dhe në dorën e këtyre burrave, dhe në dorën e këtij brezit, për pak vite si do shohëm, me i pas në dorë perandorit më të mëdha të botës dhe me i udhëheq ato perandori dhe me e quaj islamin në ato vende siç do vjen shpjegimi i tyre. Prandaj për këto pyetje që i ndëgjuat, pra se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nis nga Mekka dhe pse shpallja ka zbrit në Mekë, pra janë vëllezër të nderuar disa urtësi apo disa faktorë të cilët e kanë bërë që Islami shpejt më përhap, edhe njerëzit shpejt me pranu Islamin, edhe për një kohë shkurt gjysma e tokës apo gjysma e globit me depërtue drita e shpalljes edhe me depërtu feja Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala në përmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këtyre burrave të cilët e përkran pejgamberin alayhis salam, deshi që t'i vendos themelin për ndërtimin e umetit. A keni pa vëllezër të nderuar, kushdo që ndërton diçka, gjën e parë që e vendos është themeli, pastaj vjen ndërtimi. Prandaj edhe sahabët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë themeli, dhe pastaj ka ardhur ndërtimi, dhe pastaj kanë ardhur njerëz që kanë pranuar islamin grupe. Dhe pastaj këta sahab me e përhap islamin në rrezullin teksor, këta sahab të cilët i la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vdiq numër shumë të madh mbi 100.000, vetëm një pakicë e tyre kanë vdekur në Medinë, edhe pse e dinin se me vdek në Medinë ndërmjetësohet për ty në varr. Mirë po ata e kuptuan se me qu mesazhin e islamit dhe me përqu këtë mesazh të këtë tjerët dhe me i thirrë të tjerët në islam, është edhe ma madhore se sa me vdek në Medinë. Prandaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ecën vëllezër të ndërtuar në ndërtimin e umetit, po në ndërtimin e
umetit islam, umetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë projekte quan që shdohet. A ka më mirë se sa ti të punosh në projektin e islamit? Dhe a ka më mirë se sa ti në këtë projekt të punosh sipas mësimeve të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, vëllezër të nderuar, çdo projekt i ka dhe karakteristikat e veta, i ka dhe kushtet që duhet me i realizu, edhe e ka dhe natyren se si duhet me punu me atë projekt. Prandaj, edhe ne si musliman, edhe ne si besimtar, cili është projekti junë, edhe sa punojnë ana për këtë din, që Allahu i lartësuar na ka nderuar me të, sa punojnë për madhështinë e kësaj feje, ky islam dhe ky din, ka me ecë pa ty, edhe pa gjithë neve, mirë po ne do të me shiku pozicionin tonë, se ku jena na, edhe ne do të me shiku rolin tonë, se çka jemi duke ba për kauzën e islamit, dhe çka jemi duke ba për këtë umet dhe për këtë islam që Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti në përmjet Gjibrilit alayhi salam deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër të nderuar, në mënyrë që ky projekt të jetë i realizueshëm dhe të rindërtohet dhe të jetë i fortë, patjetër duhet që me ecë në bazë asaj se si ka ecë sahabët duke ndëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E para prej faktorëve që i ka bë muslimanët e fortë në fillim të islamit, edhe i ka bë që për 23 vjet i gjithë gadishulli arabik, edhe me tej me kalu në shtete tjera me depërtu islami, ka qenë vëllezër të nderuar, feja me mbete pastër ashtu qysh ka zbrit pejgamberit Allahut dhe ashtu siç ka ardhur suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në kohën apo në zonën ku zbriti Kurani, në vendin ku ar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku u dërgua me shpallje, ky vend vëllezër të nderuar nuk kishte ndonjë kulturë që njihej. E as nuk kishte filozofa të njohur. E as nuk kishte legjislacione dhe rregulla siç i kanë sot njerëzimi apo çish i kanë pas vende tjera siç kemi shpjeguar në dersën e kaluar. Për shembull merr Greqinë. Greqia në këtë kohë, po në kohën kur u dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, ka qenë pjesë e perandorisë romake lindore. Pastaj, si filozof të njohur që njerëzit janë atribut të këta, kanë qenë Aristoteli, Sokrati dhe filozofat e tjerë që i ka njohur Greqia. Pastaj, gjithashtu ka qenë Persia, si që kemi spjeguar prej ati personi cili e ka udhëheq prej mbretërve të Persisë me emrin Mezdek, i cili kishte përhapur komunizmin dhe e kishte përhapur martesën me të afërm, si që kemi shpjeguar me nanën, me motrën, me vajzën e kështu me radhë. Gjithashtu, Zoroastro ka qenë ai i cili e ka shpik fen adhurimin e zjarrit. Pra shika, kanë pas ligjet të cilat kanë bizotrue në këto vende. Ose për shembull ka qenë India, që e kanë adhuru minin. Një për i zotav e kanë adhuru minin. Ose lopën sot që shë adhurujnë me shumë se 700 milion indian. Dhe gjithashtu ka pos mendimtar të ndryshëm që njerëzit jenë kthy te kaj. Ose Kina, si që kemi shpjeguar që ka pos Budën, Laozin, Konfucion e kështu me radhë.
Pra këta vëllezër të nderuar, ose Egjipti që ka pos faraonët, pra kanë pos ligje dhe rregulla të cilët kanë ecë me tu. Kur është dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, nuk kanë bizotru këto ligje kështu. As ka pos filozof të njohur. Poezia deri dikun ka qenë, domethënë e cekne ose e përhapur në mesin e arabëve, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu azza wa jall për te, wa ma allamnahu shi'ra, ne nuk ja kena mësuar atij poezin, wa ma yanbaghi lah, dhe atij nuk i përshtatet, pra nuk i takon. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ditë poezin, ose nuk ka mësuar të dikush, kjo në mënyrë vëllezër të nderuar që të ruhet ky faktor i rëndësishëm për shpallja, të ruhet Kurani dhe të ruhet Suneti. Pra të deli pastër. Pra Kurani dhe Suneti kur të transmeto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek të tjerët, pra të deli pastër dhe mos të përzihet me poezi ose mos të përzihet me ligje të tjera jashtë asaj që ka zbrit pej Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra kjo është një prej faktorëve se pse vëllezër të nderuar, Allah e ka nxjerrë pejgamberin alisëm nga Meka, nga se Meka nuk ka pas pra sistem sikur se ka qenë në vendet të cilat o përmenden, sikur se Greqia, apo Irani, Persia, apo Egjipti, apo India, apo vendet tjera të botës. Prandaj në mënyrë që mos me ungatrua shpallja me ligjet e tjera, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka nxjerrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga ky vend që nuk ka pas ndonjë sistem të njohur me të cilin kanë vepruar domethënë atë kohë. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ka nxjerrë pejgamberin alayhis salam as nga Palestina, nga se në këtë vend ka qenë, domethënë që ka zbrit Tevrati dhe Injili, dhe që mos mendon dikush se është vazhdimsi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i Tevratit apo Injilit. Edhe pse akidja pejgamberëve ka qenë një, pra akidja Musës edhe akidja Isait alayhiselam ka qenë një, mirë po legjislacionet kanë ndryshuar prej një pejgamberi te një pejgamber. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nxjerrë nga Meka në mënyrë që mos të akuzon dikush pejgamberin alayhis salam se ka marrë prej sistemeve të ndryshme, ose prej filozofëve të ndryshëm, ose prej ligjeve të ndryshme, ose prej rregullave të ndryshme të popujt të ndryshëm, mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala e ka nxjerrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pra nga Meka, në të cilën nuk ka pas histori domethënë të njohur, edhe nuk ka pas kulturë të njohur, në mënyrë kjo që të nxjerrët shpallja e pastër dhe të del shpallja e pastër e kulluar ashtu siç e zbret Allahu subhanahu wa ta'ala. A nuk ishte pejgamberi alayhis salam ai që u akuzua prej krishterëve edhe prej mushrikëve se pejgamberi alayhis salam e është duke mësuar një djalosh krishter? Pra shikoni edhe pse pejgamberi alayhis salam nuk ka mësuar prej tyre, po megjithatë është akuzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Ela lillahi ad-dinul khalis", me të vërtetë feja e sinqertë dhe e pasur është për Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu azza wa jall deshi që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dërgohej nga ky vend, edhe gjenerata dhe brezi i cili do edukohet i pastër jashtë dhe larg çdo sistemi i cili bizantronte në atë kohë. Ne kemi shembull vëllezër të nderuar kohën kur janë përkthy librat e greqishtës në gjuhën arabe, në kohën e Memunit, ku çdo libër e ka peshuar me alltan dhe kanë shpejtuar njerëzit me i përkthy librat filozofike në gjuhën arabe. Dhe subhanallahu çfarë godit umeti kur ka marrë për këtyre sistemeve të huaja. Subhanallahu ka ndodhur
jenë hap tema që pejgamberi Allahut nuk i ka hap këto tema. Jenë hap tema që sahabët e pejgamberit alayhis salam shumë bukur e kanë ditë gjuhën arabe, mirë po nuk i kanë hap këto tema. Pastaj me hyrjen e filozofisë dhe këtyre sistemeve në tokat arabe të muslimanët, atëherë jenë hap tema të rrezikshme dhe derisa prej tyre kanë buru pastaj xehmit, pastaj mu'tezilit, pastaj grupet e humbra dhe fraksionit e humbra, të cilat disa kanë rënë për kufriate edhe kanë dalë prej dinit, e disa kanë bet mrena rrethit islamit, mirë po kanë rënë domosdoshmë devijime të shumta vetëm për shkak se kur kanë marrë prej sistemeve dhe e kanë futur domosdoshmë mrena islamit dhe janë mundu me një lloj shpalljen e pastër dhe janë mundu me një lloj shpallën vahjin e Allahut subhanahu wa taala, me atë që Allahu subhanahu wa taala nuk ka zbrit kurfar argumenti. Dhe çka kanë qenë pasojat e kësaj vëllezër të nderuar, pasojat kanë qenë fatale, për arsye se muslimanët shumë prej tyre kanë deviju, pastaj dietarët shumë prej tyre janë përsekutuar, janë përndjek dhe janë godit dhe janë rraf me kamxhek dhe janë burgos sikur se Imam Ahmedi rahimahullah, dhe pastaj muslimanët në mesin e muslimanëve ka fillu polemika dhe në mesin e muslimanëve kanë fillu fitnet, sprovat dhe trazirat dhe në vend që muslimanët më merr me shlirimet e vendeve të tjera, është dash muslimanët në me u merr me njëri tjetrin edhe për shkak këtyre filozofive edhe këtyre sistemeve të huaja kur kanë hyrë në mesin e tokave islame. Prandaj edhe sot ne e shohim vëllezër të nderuar se si kur janë përzi këto gjëra se çka ju ka ndodhur muslimanëve. Shikoj shembull sot veshjen. Se si bijat dhe vajzat e gratë e muslimanëve sot veshin. Derisa quajnë emancipim, e quajnë civilizim, e quajnë qytetrim. Me çfarë logjike të shëndosh quhet emancipim dhe civilizim, aja cila e shfaq gjoksat e saj, edhe e shfaq pjesët të tëshme të saj. E gjithë kjo kur këto domethënë janë përzi me ato që s'u dash më përzi. Kur janë hyrë në mesin e muslimanëve këto gjëra, shiko se çfarë sprove, e çka i ka godit muslimanët prej fitneve të shubuhate, pra fitneve të dyshimeve, sikurse fraksionet që i përmenëm, dhe fitnet e shehevate, pra fitnet e epsheve, të cilat domosdoshmë kanë goditët njerëzimin e përgjithësi, mirë po edhe muslimanët në veçanti i kanë godit këto. Sot për shembull, kur janë fut këto ide dhe këto sisteme në mesin e muslimanëve, atëherë një musliman i cili vjen në xhami dhe falet, shembull e feston ditëlindjen e tij, ose e feston vitin e ri, ose e quan për shembull hadithet e pejgamberit alayhis salam, ose vetë shpalljen dhe shariatin e Allahut e quan si diçka të prapëmbetur, edhe pse ndoshta këtë thotë duke qenë në xhami. Pra subhanallah, kanë ndodhur bela shumë e madhe këtij ummeti kur nuk e kanë rujt që të faktorin e parë që është shpallja më qysh ka zbrit. Edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam më qysh kanë ardhur. Prandaj nëse dojna me kon suksesshëm, edhe dojna me kon bereqetshëm, patjetër do të muru këto dy burime. Do të muru Kurani dhe do të muru Suneti e pejgamberit alayhis salam. A nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa inni tariku fikum, dhe unë nuk kam lënë juve dy gjëra, ma in tamassaktum bihima, nëse kapnin e to, kur s'keni me deviju dhe kur s'keni me humb. Kitab Allahi wa sunneti, libri Allah dhe suneti jem. A ditë kur muslimanët e lanë Kur'anin dhe e lanë Sunetin, po janë të poshtruar, po janë të masakruar, po janë të torturuar dhe po janë të përndjekur. Vetëm për shkak që kanë lënë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E harruan vëllezër të nderuar ajetin ku Allah azza wa jall thot, nuk i takon një besimtari dhe një besimtares që kur ka vendosur Allahu dhe i dërguar ti për një çështje, të bojnë ata zgjidhje tjetërfare. Si ka takuar dhe si takon kur për jetë. Deri në kiamet si takon. Prandaj pse pe merr dikuj tjetër, s'pe merr ligjin e Allahut, s'pe merr fjalën e Allahut.
Pse për merë mendimin e kujt tjetër, e s'pe merë ato që s'ka fuel përveç se me shpalli. Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi fuel për pozitën e tij, mundi më kthy të dersi i parë, s'ka mundësi as në xhenet me i përveç se pas tina. Prandaj kena vrapu mas atyre që s'u dash me vrapu, edhe kena lënë ato që dasht mos me lënë rrugën e tina. Sallallahu alaihi wasallam. E dyta, vëllezër të nderuar, që duhet me pas parasysh është të kuptuarit e të së vërtetës. Do më ti me kuptu bindshëm se kjo është hak e vërtet. Se Allahu subhanahu wa ta'ala ju ndihmon atyre që janë me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ndjekin sunetin e pejgamberit alayhis salam. Edhe nëse ata janë pak, ju ndihmon dhe atyre që janë me numër shumë dhe me shumicë. Pra sahabët e pejgamberit alayhis salam si faktur që kanë pos bereqet dhe kanë arrit gjitha të fiture mrena një kohë shkurt, e kanë pos këtë bindje vllazni. Sa të fatë kësirë në dëgjan për muslimanëve se ty s'munësh me mund ndihmu nëse kthehesh në rrugën e sahabëve. Ose nëse kthehesh në akiden e të parëve tunë, s'unësh ti mund ndihmu. Pra, mu binë ato se Allahu subhanahu wa ta'ala i ndihmon pakicës kundra shumicës, kur janë ata në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Me këtë do të thotë që ti mos me pas numër të muslimanëve, ose përgatitje kështu me radhë mos me marr sebepet, mirë po muslimant do të thonë me kanë gjithherë të bindur në atë se fitoria dhe ndihma vjen prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Merë si shembull vëllezër të nderuar, se si sahabët e pejgamberit alayhis salam për një kohë shumë të shkurt, pra për pak vite, kanë arrit gjitha ato fitore të mëdha, gjitha ato çlirime të mëdha. A nuk u qëllimi, as i sahabëve s'ka qenë që me derë gjak. Qëllimi ka qenë me ushtu islami njerëz, me thirrë, me i bë musliman njerëzit, me i shpëtu për xhenemit për hershëm. Që ata dhe ka orë gjithë herë për jam jasën, kër i ka dërgue sahabët të popujt të ndryshëm, ka thotë gjeja por, thirrni ata në islam. Thirrni ata në islam. Edhe kështu kanë punu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 13 vjet mas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, sahabët e pejgamberit alayhis salam po e marrin dorë përsin Iranin e satshëm. Amo Irani satshëm vllazni, Persia në atë kohë nuk ka qenë qysh është Irani sot. Irani në atë kohë ka qenë, është përfshi do Persia, Iraki, Uzbekistani, Turkmenistani, Tajikistani, Kazakistani, Afganistani dhe Pakistani. Krejt që të kanë përfshi fjallën Faris. Pra Persia që kanë superfuqi dhe më honë atë kohë. Pra imagjinoni sahabët 13 vjet ju kam mjaftu mas vdekjes pejgamberit alayhis salam me pas në dorë ma shumë se gjysmën e glupit. Është e qartë. Ose për shembull disa pjesë të perandorisë ka i ka pas perandoria bizantine lindore, pra muslimanët me pas në dorën e tyre dhe thuaj se ma shumë se gjysmën e Afrikës dhe Azisë, pra 2 kontinente i kanë pas sahabët mrena një kohë shkurt i kanë pas në dorën e tyre. Gjithashtu, ka orë në transmitim se Mughira ibn Shu'ba para se me i shliru këto vende, edhe para se mori islami dhe para se ata mu bo musliman, Mughira ibn Shu'ba kur ka orë në Mekë, është lavdrua, radiallahu anhu, para se me kanë musliman, është lavdru se është takue me Kisran e Persisë dhe ka qëndrue, dhe më thonë palatin e ti 15 metra largësi. Është mburë. Derisa Kisraja i Persisë nuk i ka numëru Arabt, dhe më thonë si shtet i zhvillimit, dhe më thonë fund bisht të metet atje në konë, bisht njërzimit në konë Arabt. Arabt si ka njoft kërkush para orës islamit. Mirë pa pas orës islamit, Arab
e kanë pas në këtë rast muslimant, e kanë pas gjysmën e globit në dorë. Qysh arritën ata? Arritën vëllezër të nderuar, për arsye se rritën faktorin e parë për shpalljen, Kur'an dhe Sunetin, dhe e rritën pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, kur ka vdekë në luftën e Uhudit që ka rënë shahid, para ne vëllezër të nderuar, kur kanë marrë rrobat për me mbulue qefinin, kur ja kanë mbulue kokën, ju kanë zbulu gjojt. Dhe kur ja kanë mbulu gjojt, ju ka zbulu koka, s'ka pas rrobë për me mbulue ma të gjatë. Qefin s'ka pas. Imagjinani. Ose rastin e Hudhaifës radhiyallahu anhu, siç do vjen këtu më në detaje, të ngjarja e Ahzabit, kur ka shku me sill lajmet pejgamberit alayhis salam, lajmet e armikut, për shkak ftoftit që u kanë, është dashur me vesh, domethënë rrobat e gruas së tij. Këta sahabi, këta njerëz, ky brez, ka arrit për një kohë shkurt me i shliru 2 perandorit më të mëdha të botës në atë kohë, domethënë perandorinë romake dhe perandorinë persiane, siç edhe kemi shpjeguar. Pra, imagjinoni çysh arritën këta. Wallahi kjo quhet mrekulli, se mbrana një kohë shkurt është arrit. Pra mrekulli, Allah azza wa jall ka bën mrekulli dhe keramete të këta njerëz, kur këta e kanë ditë se wa man nasru illa min indillah, fituria nuk vjen përveç se prej Allahut subhanahu wa taala. A nuk e kemë rastin e Khalid ibn Walidit, se po mos t'ishte mos ndëgjimi pejgamberit alayhis salam nga ona shigjetarëve në kodrën e Uhudit, edhe me lshu kodrën, 50 shigjetari ka pas Khalid ibn Walidi përballë, këtë kohë ka qenë i dhujtar. Nuk ka arrit, domethënë me sfidue. Mirë, po pasi që shigjetarë, siç do vjen më në detaje, e lshojnë pikën që kishte këshillu pejgamberi alayhis salam, atëherë arrin Khalid ibn Walidi me rikthyje luftën favor të pabesimtarëve. Mirë, po ky burr, pa Khalid ibn Walidi radhiyallahu ta'ala anhu, arrin që me 18.000 ushtar me sfidue 120.000 persianë mbrana shtetit të tyre. 120.000 me 18.000. Imagjinoje qindra kilometra larg ndihma që ty mundet me tarë si ushtar. Plus ti po jenë vendin e armikut, po Khalid ibn Walidi po e ban këta. Me sahabet 18.000 me 120.000. Gjithashtu, e kemi rastin luftën e Qadisiyes, kur Khalid ibn Walidi radhiyallahu anhu me 32.000 ushtar po i sfidon dhe po e mund një ushtri e cila ishte me 250.000 ushtar. Shikoni, nuk janë pralla vëllezër të nderuar, po janë sahabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nuk arritën muslimanët në luftën e Jermukut me 39.000 ushtar, me i sfidu dhe me imposht 200.000 ushtar. Dhe gjithashtu në shlirimin e Spanjës, muslimanët janë kanë 12.000, ndërsa pabesimtarët kanë qenë 100.000 spanjoll. Domethënë 12.000 me 100.000, dhe këto mistere vëllezër të nderuar nuk kanë ardhur përveç se prej asaj që kur e kije bindjen se fitura vjen pe Allah subhanahu wa taala, felem taqtuluhum walakin Allah qatalahum, thot Allah azza wa jall, ju nuk i keni mbyt ata, por Allahu është i cili ka mbyt. Wa ma ramejte idh ramejte walakin Allah rama, dhe ti nuk gjujte kur gjujte, por Allahu ka gjujt, pra Allah i ka vrarë ata. Pra me Allahun azza wa jall je i furt, me Allahun azza wa jall je fitimtar, me Allahun azza wa jall gjithherë je triumfues, dhe me Allahun azza wa jall në nështruhet çdo gjë. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që ta kuptojmë këtë mësim që është shumë i rëndësishëm në jetën e besimtarit, dhe patjetër secili musliman dhe secili besimtar duhet ta ketë bindjen që ka thënë Allahu në Kur'an:
kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, sa grupet vogla me numër dhe me furnizim dhe pajisje, thot kanë qenë, thot kanë triumfu ndaj grupeve të mëdha me numër dhe furnizim, amo qysh kanë triumfu bi'idhnillah, thot me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është faktori i dytë. Faktori i tretë, vëllezër të nderuar, e që gjithashtu është i rëndësishëm, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa ishte në Mekë, ato zakone apo tradita të cilët nuk binin, apo rregulla që punonin me kasë që nuk binin ndeshje me Islam, nuk cënuhej akidja, nuk cënuhej drejta Allahut subhanahu wa taala i pranonte. Shama kemi rastin e hilful fudul, quhet koalicioni i fudulit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë kohë ka qenë i ri, e ka prezentue në kohën e Mekës kur u bën një marrëveshje për me ndihmu të shtyprën apo ato që i bëhet zullum. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi është bërë pejgamber, sikur të isha thirrë ngjajshme, kisha më përgjigj. Prandaj kur më pyetje zullumi, kur është në pyetje e keqja, dhe ato edhe nëse është ai jo musliman, nuk ka të keqe ti nëse ndihmon që ato përderison nuk cënohet e drejta e akides, e drejta e tauhidit, pa shkel parimet tua dhe pa lshu pene në fenë Allahut subhanahu wa taala. Gjithherë këto duke pas shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ose kemi rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hinën mbrojtjen e një mushriki kur është kthy prej Taifit, ose rastin e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu kur ka hinë mbrojtjen e një mushrikut, ose kemi rastin e Uthman ibn Talhas kur ka hinë në rastin e mbrojtje, domethënë në rastin e një mushrikut e kështu me radhë. Gjithherë kjo duke urujt akidja dhe duke pas parasysh që mos me lshu planë fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. E katërta, vëllezër të nderuar, që e kanë ndihmue shpalljen dhe kanë ndihmue sahabët me lulzu dhe me u avancue në Mekë, ka qenë ajo se në Mekë, pas zbritjes së shpalljes, pra dhe para ardhjes së pejgamberit alayhis salam, ka pas disa njerëz në qytetet e ndryshme, me qindra kilometra larg, që kanë njoft fenë e pastër të Ibrahimit alayhis salam. Pra, këta njënë si njerëzit e mbetur që kanë mbet një ato këtu dhe e kanë rujt fenë e pastër të Ibrahimit alayhis salam. Për shembull, ka pas raste prej këtyre njerëzve që kanë thirrë në adhurimin e Allahut, kanë thirrë në ditën e ringjalljes, që ka ditë ringjallje, kanë thirrë se vërteta ku mu bë me on nga kjo anë, domo kanë bën me gisht ka Mekka, dhe gjithashtu prej tyre ka qenë Selman el Farisiu, i cili është takuar me priftrinjet, të cilët e ka derisa kanë këshilluar se ka më ardhe vërteta nga një anë, domethënë ka më ardhur një pejgamber në Mekë, dhe ja ka treguar shajat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Amer ibn Naufel ka qenë një prej atyre hanifëve, pra të pastërve që e ka pasu fejnë e Ibrahimit alayhis salam dhe nuk i ka adhuru idhujt. Sa të pak këta njerëz, vëllezër të nderuar, e kanë treguar të vërtetën, edhe pse kanë qenë numër shumë të pakt. Domethënë në tukën në gadishun arabik, sa do pak e kanë treguar të vërtetën me të cilën ka qenë Ibrahimi alayhis salam, dhe prej asoj shpalljes prej Tevratit apo Injilit që kanë pas dije e kështu me radhë. Edhe pse kjo ka qenë domethënë numër shumë i vogël i këtyre njerëzve, me kasit e kanë pas besimin në tauhidin rububie. Pra e kanë besu se Allahu azza wa jall është krijues, është furnizues. Allahu azza wa jall thotë: "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulanna Allah." Nëse ti ke pyet kush e ka krijuar qiellin dhe tokën, kanë thonë Allahu. Pra kanë pas bindjen se Allah është krijues, se Allah është furnizues dhe jep jetë dhe vdekje.
Dhe gjithashtu, kur jem pyet se pse adhuroni idhujt, kanë thonë ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Ne nuk e adhurojmë ata për tjetër post që të na afrojnë te Allahu sa më afër. Mirë po, idhujt i kanë marrë si ndërmjetësues dhe shefatëzi mes tyre dhe Allahut. Dhe pastaj me kalimin e kohës e kanë pos bindjen se idhujt kanë ndikim në jetën e tyre derisa në këzmës. Është e qartë. Allahu na rujt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe për idhujt e tyre kanë prej kurbana, edhe kanë bota tavaf, dhe i kanë ndërtu dhe i kanë futur për shtëpiat e tyre. Kështu kanë vepruar derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur dhe ja u ka mësua tauhidin se si duhet të njësohet Allahu subhanahu wa taala në adhurimin e tij. Gjithashtu prej faktorëve që kanë ndikuar që sahabët me e që islamin për para ka qenë gjuha e pastër arabe. Pra gjuha arabe është gjuha që Allah Azza wa Jalla ka zgjedhur me zbrit Kur'anin. Gjuha arabe është gjuha më e ndershme dhe më e dashur tek Allah Azza wa Jalla. Gjuha arabe, vëllezër të nderuar, është gjuha e Kur'anit. Pra mjafton që Kur'ani ka zbrit në gjuhën arabe. Gjuha arabe vetëm si bazë ka 12 milion fjalë. Ndërsa mjaltës për shembull në gjuhën arabe ka më shumë se 80 emra. Dhelpres ka më shumë se 200 emra. Luani ka më shumë se 500 emra. Devja ka më shumë se 1000 emra. Shpata gjithashtu ka më shumë se 1000 emra. Vetëm dita e Kiametit që është në Kur'an, është me 82 emra. Që s'ka që ka vlerë të madhe, edhe ka peshë të madhe, quhet me emra të shumta. Prandaj në gjuhën arabe, prej një fjale mundi nxjerr 1 deri në 45 kuptime. Pastaj renditet gjuha angleze që është 1 deri në 20-25 kuptime. Po gjuha arabe është gjuhë madhore, gjuhë të cilën muslimanët duhet me ju përkushtue, edhe me mësu se është gjuhë e Kur'anit. Imagjinoni vëllezër të nderuar, sot njerëzit mësojnë gjuhë të huaja të ndryshme për interesa të kësaj botës. Edhe në gjendje me pagua gjuhë, me 100 euro në muaj ose më shumë e më pak. Ndërsa subhanallahu na muslimanë nuk mësojnë gjuhën arabe, me mësue një herë, domethënë për 1 vjet, dhe nëse Allahu t'jap ymër 60 vjet, për atë vjet që ke dhënë mund, ty ka me të vy gjuha për 60 vjet. Plus Kur'anin ka e lexon namaz ose ka e lexon imamit ti e kupton. Pastaj tefsiret e Kur'anit, pastaj ligjëratat të ndryshme. Subhanallahu sa lun shejtani me kohën e neve muslimanëve dhe ta kalon kohën personal, nuk jem gjendje me mësue gjuhën arabe. Gjithashtu për faktorëve të ndryshëm që ka bo me etë sahabët dhe me pas sukses dhe bereqet pas mbështetjes në Allah dhe këtyre faktorëve që i përmendëm vëllezër të nderuar, ka qenë cilësitë e mira që i kanë pas. Po cilësitë, për shembull, sinqeriteti, besnikëria me thonë të vërtetën. Sahabët s'kan rrajt. Sahabët nuk janë ka mashtrues. Sahabët nuk janë ka dallaverzi. Fatkeqësisht këtu të meta së dishet e na. Pra sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë kuptuar se për me kon davetzi dhe thirrës dhe me ja tregu tjetër në Islamit, patjetër të duhet me kon shembull i mirë. Është e qartë? Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një prej cilësive kryesore para dërgimit shpallë çka ka qenë, i kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el-emin. Ky është i sinqert dhe është besnik. Në moshën 35 vjeçare ja kanë dhënë epitetin besnik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë besnik dhe ka qenë i sinqert. Qysh e ka përshkruar Abdullah ibn Mas'ud pejgamberin alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Ai është i sinqert dhe besniku. Dhe sahabët kanë ecë prej mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ata me kon sinqert dhe me kon besnika. Prandaj vëllezër të nderuar, e kemi shembullin gjithashtu të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu që është quajtur
Abu Bekr as-Siddiq, Abu Bekri sinqert. Po s'ka mundësi me po sukses nëse si e sinqert dhe si e besnik. E shtaja këto lloj-dosh musliman dhe si musliman le ta kuptoj këto si duhet, kur ti je të fol për fenë e Allahut azza wa jall. Kur ti jetoja të rregu tjetrit fenë e Allahut subhanahu wa taala, imagjino me rajt njerëzit me Allahun azza wa jall. Allahu na ruaj. Gjithashtu Arabët e kanë urrejt shumë rranën. E kemi një hadith sa i Bukhari, kur Herakliu, i madhi Bizantit, e ka thirrë në një takim me Abu Sufjanin. Këtë takim ka ndodhur pas marrëveshjes së Hudejbijës. Do vjen shpjegimi i saj inshallah. Pas e ka thirrë në takim pallatin mbretëror, atëherë ja ka vendosur mbrapa Abu Sufjanit shokët e tij. Dhe i ka thonë për këthysit, thuj atyre, nëse ky gënjen, për gënje shtrane. Pra të regane së është duke gënjuje. Dhe politikisht, gjendje që shukon këtë ku, me se Abu Sufjani, pejgamberi alisam, se Abu Sufjani këtë ku ka qenë kafir, nuk është kanë mirë me fol, favor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me domthon i bën të dam vetës edhe mushrikëve. Mirë po thot Abu Sufjani thot turpi dhe morja nuk më kalon thot me rajt. Edhe pse u kon mushrik, s'ka mujt me rajt, s'ka mujt me gënjy. Mirë po siç do shohëm, e ka thonë të vërtetën dhe dialogu që ka ndodhur mes Herakliut dhe Abu Sufjanit, ty në shikin të forë jepet se Abu Sufjanin këtë rast të konë davetzi, ju mushrik. Prandaj, imagjinoni vëllezër të nderuar, Abu Sufjani e urrejnë të pejgamberin alayhis salam, këtë ku. Edhe mirë po kishte turp të gënjente. Dhe gënjeshtra të Abu Sufjani ishte diçka shumë e oltë, e poshtër, e nënçmueshme, nuk ban më thonë. Prandaj edhe kur e pyet Herakliu, thot, e ka pyet Abu Sufjanin, pyetjen e parë, kejfe, nëse buhu fikum, çfarë prejardhje është ky pejgamber që po pretendon? Çka po Abu Sufjani? Huwa fina dhu neseb, ai është në prejardhjen më të mirë. Pastaj pyet Herakliu, fa hal qala hadha al-qawl, a ka thonë dikush këtë fjalë? Pra, a ka thirr dikush në këto që është të thirr ky person, ose në mesin e familjes, kabiles së tij, a ka thirr dikush para tina? Abu Sufjani thot, qultu la, thot thash ju, s'ka thirr askush. Pastaj e ka pyet Herakliu Abu Sufjanin, fa hal kana min abaihi min malik, a u kon dikush prej baballorëve të tij mbret? Thot qultu la, thash ju, s'ka qenë askush mbret prej baballorëve të tij. Pastaj e ka pyet Herakliu, a pasojnë njerëzit me pozit apo njerëzit e dopt? Pastaj Abu Sufjani ka thonë, e pasojnë njerëzit e dopt. Pra këta janë shumica. Pastaj e ka pyet Herakliu, e yaziduna am yanqusun? A shkon të rrit numri këtyre pasuesve apo duke u zvoglu? Thot bel yazidun, thot vazhdon duke u rrit numri i pasuesve të tij. Pastaj ka pyet Herakliu Abu Sufjanin, fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dini, andon dënje prej tyre ta lën fen dezerta nga urrëtia ndaj saj? Pasi që ka hinë të, thot Abu Sufjani thash jo, kurse si. Pastaj thot e pyeti Herakliu, i cili kishte dije nga Injili, a është akuzu ky ndonjëherë me gënjeshtra? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur nuk është akuzu me gënjeshtra. Pastaj e ka pyetur, a mashtron ndonjëherë dhe a thën besën? Thot kur nuk ka mashtruar gjatë jetës dhe kur nuk e ka thyer besën dhe marrveshjen. Pastaj i ka thonë,
Herakliu Ebu Sufjanit, a keni luftu pejgamberin alayhis salam? Ka thonë po, ka thonë si ka qenë lufta mes jush dhe atina? Thot kanë si gjalen. Ka thonë ka qenë luftë e këmbyshme. Yanalu minna wa nanalu minhu. Thot ndonjëherë poshtë, sikurse në Bedër, e ndonjëherë triumfojna sikurse në Uhud. E ka posë për qëllimin. Pastaj ka thonë Herakliu, bimadha ya'murukum, e me çfarë ju urdhnon ky pejgamber i cili pretendon pejgamberllëgun? Ka thonë u'budullah, na urdhnon me adhuru Allahun, mos me bësh shok atij. Pastaj me elon ato çka po pretendojnë se janë kanë të vërtetën baballartun pra prej adhurimit e idhujve, na urdhnon me salat, me namaz, me zeqat, dhe na urdhnon me thonë të vërtetën dhe me konë sinqert edhe me lidhje farafisnore. Subhanallah, këto po i thot Ebu Sufjani, kështu po i përgjigjet Herakliut. Ndërsa Herakliu çfarë po i thot Ebu Sufjanit? Të pyeta për nesebin, prej ardhen, tha që është me prej ardh mirë, thot kështu janë pejgamberët. Të pyeta për familjen e tij, a ka pretendu dikush, a ka thirr mbretëni dikush më herët, tha jo. Thot sikur të kish thirr dikush, kisha më thonë është person që po kërkon mbretënin. Thot pyeta për njerëzit që e pasojnë, tha që janë ata dëptit të kështojnë ka dhe pasuesit të pejgamberëve. Të pyeta a shkon të ushtu numri i tyre ato pasu, tha që shkon të ushtu. Thot kështu është numri i pasuesve të pejgamberëve. Thot pyeta a ndodh që dikush dezerto pas çka hyn në fen, tha jo, kështu është kur përzihet imani në zemër, e mbyt dhe nuk dezerton prej fesë. Pastaj të pyeta thot për luftën që keni bërë këtij pejgamberi dhe tha që ka qenë e shkëmbyshme, kështu thot ju ka ndodhur të gjithë pejgamberëve më herët. Pastaj të pyeta me çka ju urdhnon, thot tha që me adhuru Allahun, mos me bësh shirk, me namaz e çate, me lidhje farafisnore. Thot unë e kum ditë Herakliu thot, unë e kum ditë sa i kum e dal, po nuk e kum ditë se është kjo kuha e tij. Thot e sa sikur të isha kohën të kaj, thot kisha mja la këmbët atij edhe kisha mja pastru këmbët atina. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe Herakliu ka pranu islamin, pastaj është bë zhuru me modë ato në pallat, pastaj ka dezertue mrena atij mezlisi, nga se korrika e pushtetit i ka prish shumë njerëzi, e ka prish edhe këto, nga lakminja për me jetë në pushtet, atëherë ka hub fen islame dhe ka dezertu ato për ato dhe pastaj e ka luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka vdekur si kafir. E shahid, aja që ka vreje dhe më hotë në gjarja në fjalë, është se si Ebu Sufjani nuk ka gënjur vëllezër të nderuar. Prandaj, imagjino kur ai nuk ka gënjye në shirk, po kur të bëhet musliman, domethënë edhe më madhure është që muru prej gënjeshtës. Gjithashtu si cilësi e dytë që e kanë pos arabët ka qenë cilësia e bujarisë. Kanë qenë shumë bujar. Imagjinoni vëllezër të nderuar arabë që sjell shembull bujari. Për shembull, Hatim et-Tai ka qenë një prej mushrikëve i cili ka qenë shumë bujar. Derisa i ka thonë sklavit i rubit, nëse vjen me një musafir je i liru. Dhe kush do që për i robëve ka sjell musafir, e ka liru për allë, në më hajë ka liru e për i robrisë. Pra menoni vëllezër të nderuar, çështja e bujarisë sa madhe ka qenë të ky njeri. Gjithashtu, arabët, nëse ju ka orë një musafir dhe nuk ka pos para derës shtëpisë pas një deve, e ka thera deve për musafirin e tij. Pra në bujari kanë qenë shumë njerëzit mëj, e kem shembullin e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë as bujari madh, sa që këtë pasurinë e tij ka dhënë kur ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndihmue rruga e pejgamberit alayhis salam. Ose ne kemi rastin e hijretit, siç do vjen, se si Abu Bekri radiallahu anhu e ka thut devën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më adhuru devën. Ose sakrifica e tij gjatë gjithë jetës për me ndihmue rrugën e pejgamberit alayhis salam. Gjithashtu kemi rastin e Uthmanit radhiyallahu anhu, luftën e Tebukut,
kur thot pejgamberi sa që ushqujt sa'atul usr, por lufta e çastit të vështirësisë. Subhanallah, Osmani radiallahu anhu I ka prue 800 deve e 200 kuaj. Pra ka pru këtë pasuri tina, e pejgamberi sa ka thonë nuk I ban dëm asgjë Osmanit pasodit, edhe ka fitu xhenetin. Gjithashtu e kemi rastin e Abdurrahman ibn Aufit I cili e ka dhonë krejt karavanin e tij, domethënë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala kur muslimanët kanë pas nevojë. Këtë karavanin e tij e ka dhonë dhe I ka që numëros 700 dirhem pare domethënë atë kohë, në vlerë I ka dhonë pasurinë e tij për me ndihmu fejnë Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu nuk ka mundësi një musliman me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala edhe me arrit se Islami me lulzu nëse s'jape asoj që I dhimit. Dhe nëse Islami ka nevojë mu ndihmu, e ai nuk ndon për pasurisë së tina. Është e qartë. Prandaj na kena thonë në fillim, shpesh herpresëm dikush me orë për një shteti tjetër me të ndihmu ty. Pse na nuk bëhom ata që duhet me ndihmu dikan? Pse na nuk bëhom me ndihmu xhamia? Pse na nuk bëhom me dhon sadakaja? Mu dhon zeqati kështu me radhë që mu ndihmu edhe dikush prej durve tona. Gjithashtu si cilësi tjetër që kanë posë Arabët ka qenë vllazni trimëria. Pra trimëria Arabët kanë qenë trima dhe nuk janë tut për vdekjes. Dhe kjo ju kanë ndihmuar shumë, ata kanë ditë që pasi që janë hip në Islam, njeriu një herë ka me vdek. S'ka dikur që 2 herë vdes. Kështu që më mirë është me vdek krenar, se sa me vdek I pushtruar. Është qartë. Më mirë është me vdek duke u mundue që mu forcu umeti nëpërmjet teje, se sa Allah në rujt të ashtu shtu ki me vdek, e mu bo munafike, hipokritet, dyfteshe, pasaj Allah në rujt me pësu umeti, me pësu musliman prej teje Allah në rujt. Gjithashtu prej cilësisë që kanë posë Arabët, e pasaj që këtë cilësi e kanë rregullue me hyrjen e tyre në Islam, ka qenë edhe cilësia e krenarisë. Allah azza wa jalla thot në Kur'an: "Wa antum la'aluna in kuntum mu'minin." Ju jeni më të lartë për që jeni besimtar. Sa neve na vjen marrë si jena musliman. Ka turp është musliman. Ka turp është me mjekër. Ka turp është me pantolla të shkurt. Kjo janë sunetet e pejgamberit alayhis salam. Ti duhesh me kon krenar pse ki mjekër, se je pasues e pejgamberit alayhis salam. Ti duhesh me kon krenar pse vjen xhami. Ti duhesh me kon krenar pse vjen ders në ligjërata. Ti duhesh me kon krenar me islamin tanë që je. Është e qartë, ti je lart te Allahu azza wa jall. Hapat e tu ka vjen xhami, vlerësohen te Allahu azza wa jall. Shtohen 10 sevapë, shlihet një gjuna. Ti përderisa je në mezhles dhe je në ders me laçet e kim mbi kokat tua. Ne kërkojmë falje për ty, dhe zbret qetësia dhe rahmeti mbi ty. Dhe kur qosh me dal për mezhleset me laçet tonë, ngritu në të falur. Për ty me laçet e arshit, o yastaghfiruna liman fil ardi, kërkojnë falje me laçet e arshit tonë, kërkojnë falje për ata që janë tokë. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, o Zoti jon, e ke përthekuar me rahmetin tënd, edhe dijen tonë çdo gjë, faghfir lil ladhina tabu. Fali ata që janë pendu. Fali ata që janë besimtar musliman, wa tabu sabilak, dhe kanë pasur rrugën tonë. Për ty me laçet e arshit kërkojmë falje. Pse ti më koni pushtru? Pse do të më një veten krenar? Me këtë Islam ka ndëru Zoti. Ti nuk je sikur se ndosët kur të kallësh, kur të vdes duhet me të kall. Ti nuk je sikur se fe tjera të cilët as gjenozja atyre nuk nderohet, që e ka nderuar Allahu azza wa jall me Islam. Për shembull, njeriu edhe për vdekjen nuk është i nderuar. Prandaj duhesh ta ndish veten që je krenar. E jo të kemi turp se jena musliman. Gjithashtu për cilësive që kanë pas muslimanet e parë ka qenë sabri edhe qëndrueshmëria. Kjo nga njëherë vjen për shkak të rrethonave dhe ambientit ku gjendesh, mirë po sabri me qëndru
ndoshta pa buk, ose me qëndru vetëm me hurme, qysh do vjen ngjarje të ndryshme sahab, qysh kanë qëndruar gjatë ditës me një hurme, e kështu me radhë, gjitha këto do shpjegojnë më në detaj inshallah. Mirë, po sido që të jetë sabri është përmend shumë Kur'an, thot Imam Ahmedi rahimahullah, ma shumë se 90 vende është përmend sabri, dhe është bën një prej dyrëve të xhenetit. Sot fatkeqësisht ka humb sabri dhe durimi për shumë njerëzve. Mirë, po të na muslimane nuk guxon me humb sabri. Prandaj çka do të ndodh, ne do të mundohemi me sabër me të kalue. Nëse ibadetet i kalojna me sabër, haramet i kalojna me sabër, qysh? Ne bëjmë sabër zbina në zina. Edhe kemi shpërblim se zbojna në zina. Ne bëjmë sabër se lëshojna shikimin haram, kena shpërblim se shikojna haram. Ne bëjmë sabër në ders. Ne bëjmë sabër gjatë jetës përditshme për çdo moment sabrit Allah azza wa jall shpërblen. Prandaj pejgamberi ka thënë sabrin e sabru dia, sabri është dritë. Sabri është anije e shpëtimit, ai që hyj shpëton, ai që hyj fundoset. Prandaj për fund vëllezër të nderuar, këta faktorë të rëndësishëm e para, për tyre ke rujtja e shpalljes, qysh ka zbrit. Çdo kush që thot ti ekstremist, ti terrorist, ose ti përshtengon shumë, ose ti po lirë shumë, i themi ati eja ta kthejna këtë që unë e pëtham në shpalljen e Allahut azza wa jall, ato peshuhet, ato është Kurani dhe Suneti. Prandaj, po eja të kthejna edhe ty në ato që apethu ti, a është në to Kurani dhe Suneti që ti po thu. Fejna amenu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nëse ju besoni që kanë besuar ata, nëse ju besoni siç besuan ata sahabët, do jeni të udhëzuar. Wa in tawallaw, nëse ja ktheni shpinën, inma hum fi shiqaq, ata kanë me kon kundërthonje. Pra, Kurani dhe Suneti janë peshorja, dhe ne do të kthehemi ato. Ti mundesh me akuzu, mundesh me shpif, mundesh me shantazhu, ato kime dhonë përgjithësi të Allah, mirë po do të kthehemi te peshorja. E dyta vëllezër të nderuar, pra, fakturi i dytë është thellësia, bindja në zemrat tona se fituria dhe se Allah azza wa jalla ndihmon ata që janë pak ndaj atyre që janë shumë kur ata janë në rrugën e Allahut azza wa jalla si duhet. E treta, muslimanët duhet në ato gjëra që nuk bin kundërshtim me vendin dhe rrethin ku jetojnë, të përfitojnë për tyre, është qartë, dhe ndërsa ato që bin kundërshtim me fenë Allahu subhanahu wa taala dhe cënohet akidja dhe cënohet hadithi pejgamberit alayhis salam, atëherë i mbyllet dera dhe vendoset hendekë për të refuzuar. E katërta, do të kushtojmë rëndësie të madhe gjuhës arabe, për arsye se është gjuhë e Kuranit, gjuhë e kuptimit të fesë Allahu subhanahu wa taala. E pesta, duhet të thirrën njerëzit në Islam dhe të përhapun Islamin në rrethin ku jetojnë, duke filluar prej familjeve tona dhe të tjerëve kështu me radhë. E gjashta, nuk ka mundësi me ecë ummeti pejgamberit e son përveç se mbi supet atyre që janë sinqert dhe janë bujarë. Prandaj në këtë rast, me njerëzit e sinqert mu afru sa më shumë, edhe me njerëzit bujarë dhe njerëzit që njohën që janë bujarë, po janë xahiljet, me i thirrë në Islam, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë ata të cilët kanë qenë bujarë. Pastaj, gjithashtu, me u cilësue me cilësitë e mira, sikur se janë sinqeriteti, bujaria, frymëria, krenaria dhe sabri kështu me radhë, pra mu cilësu me këto cilësi, dhe mundohet t'ja kthesh krenarin këtij umetit, edhe nëse ndosin nga njëherë do shmu ba urë, kur është në hyjtje Islami mu forcu, po bëhë urë që dikush me kalu dhe me uzu dhe mu forcu kështu me radhë, dhe gjithashtu me pas shumë kujdes nga luksi i tepruar, për arsye se luksi i tepruar
na shkatëron që është duke na shkatëruar, prandaj duhet dojmë diçka për Allah, duhet dojmë diçka për xhami, duhet dojmë diçka për një talebe, për student, duhet dojmë diçka për një varfër nëse kena për shpi ose në familje që njohën, në mënyrë që ta ndihmojmë dhe ta gëzojmë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah është shpërblet me xhenet e kullu hadha, astaghfirullah.